Për herë të parë, fermerët do të marrin para për sipërfaqet e mbjella dhe jo më naftë falas për të punuar tokën. Qeveria miratoi skemën kombëtare të bujqësisë që projekton 2.5 miliard lek. Fermerët nuk do të marrin më naftë falas siç ndodhte, por 10.000 lek pagesë për çdo hektar të mbjellë me kultura bujqësore ku sipërfaqja e kultivuar është jo më pak se 3 hektar. Kjo formë e mbështetjes që do të aplikohet për herë të parë në vendin tonë është një nga risitë e skemës kombëtare të bujqësisë e miratuar nga Këshilli i Ministrave. Fondi prej 2.5 miliard lekësh parashikon ndryshimin dhe rritje të mbështetjes me subvencione direkte për fermerët dhe blegtorët. Skema e re bëhet më gjithëpërfshirëse për blegtorinë duke ulur pragjet e përfitimit, ndërsa për kontrollin biologjik në sera mbështetja rritet në 70% të kostos nga 50% që ishte më parë. Mbështetja për mbashtruesit e lopëve rritet në 12.000 lek nga 10.000 lek që ishte, ndërsa kriteri për përfitim mbetet që fermat të kenë jo më pak se 10 krerë. Mbështetja për bletarët dyfishohet në 20.000 lek nga 10.000 që ishte më parë, ndërsa kushti ulet në 25 koshere nga 50. Edhe për bagtitë e imta, subvencioni rritet me 1.500 lek për krerë, me kusht që ferma të ketë jo më pak se 50 krerë. Shoqëritë e bashkëpunimit të bujqësor do të mbështeten në 100% të masës së përfitimit, ndërsa fermerët të rinj përfitojnë deri në 70% të investimit, por jo më shumë se 1 milion lek. Mbështetje parashikohet edhe për rritjen e peshkut në urat e brendshëm me 200.000 lek për blerje rastatin, ndërsa skema synon të rrisë numrin e përfituesve dhe efektivitetin e subvencioneve në sektorin bujqësor.